Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim me Arjan Gaxherin, njohës mjaft i mirë i situatës politike, por jo vetëm asaj ushtarake gjeopolitike, me studime që ka përfunduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkollën ushtarake, me pjesën tjetër të studimeve në Universitetin e MNU, por edhe me shumë certifikata, jo vetëm mirënjohje, por edhe ekspertizë dhe njohje mjaft të mirë në fusha të tjera. Zoti Gaxheri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje zotëri Bolla, faleminderit për ftesën, nëpërmes juve i përshëndes gjithë shikuesit shqiptar. Faleminderit ju. Zoti Gaxheri, çfarë po ndodh me qeverinë e re? Kush nuk e do që të bëhet qeveria, pra të konstituohet parlamenti, kuventi, edhe të formohet qeveria e re? Kush po e mban peng? Por edhe në fundit ju ose edhe njohës gjakftohet i sigurisë, a mundet që ta lëmë edhe shtetin pa qeveri, qoftë edhe për pak ditë me gjithë këtë vorbull që po qarkullon? Zotëri Bolla, nëse jemi vetëdijshëm që edhe jeni i nxënë me shumë intervista të tjera, por praktikisht kisha pas shef ta ngrit si çështje 4 prill me duket e kemi pas një intervistë së bashku dhe çka kam thënë aty është se është e nevojshme gjitha, do të thotë, rrethanat janë që liderët partijak të vinë rreth tavolinës së rrumullakt për konsenzus politik, e cila do të sjellë primar interesin shtetëror para asaj partijak apo individual. Kjo është çka kemi thënë herën e kaluar para se të fillojnë këto lëvizjet që po shohim tani. Edhe a ka ndodhur tani ajo s'ka ndodhur. Dhe si rezultat i kemi këto pengesat kur fatkeqësisht partia politike lidere që është në Republikën e Kosovës, e cila është vetëvendosje dhe është barë e liderit të vetëvendosjes, siç thot fjala tek ne popullore, i madhi duhet me afru të voglin, dhe ai e ka pas përgjegjësi që t'i thirr gjithë liderët partijak rreth tavolinës që të kenë konsenzus për çështje shtetërore, që të parafrojnë mendimet dhe pak a shumë në njëjtën kohë vetë lideri i partisë së vetëvendosjes do kishte marrë informacion se me kë parti ka parafrime ideologjike apo edhe të interesit shtetëror. Me që ndjes se po ju ndërpres, këtë në mos gaboj dhe sipas mediave e ka bërë me Limajn, se duket sikur ka edhe një marrëveshje të heshtur që po pritet sa të formohet konstituohet parlamenti, kalojnë direkt tek ndarja e tortës. Po, ajo që po them unë, do të thotë zotëri Kurti ka rënë në kundërshtim me veten, sepse ka qenë gjithmonë shumë kundërshtues i asaj që njihet edhe pragmatike se ato të ketë numra, do të thotë në lojën e numrave. Tani është rënë në nivel të cilin në mënyrën më të egër e ka kritiku, tani është duke bërë të njëjtën gjë. Dhe mendoj se zotëri Kurti e ka pas mirë atëherë, jo tani, të cilën ai bën për hir të numrave, megjithatë gjasat ai shifet se është gabim i Kurtit i cili do të kushtoj Republikës së Kosovës në mos krijimin apo mos vazhdimsinë e institucioneve mbi kredibilitetin e qenit kompetent institucionet. Dhe gjithmonë me përdit do të thotë rrezikshmëria vjen duke u rritur se qytetarët e Republikës së Kosovës të ndjejnë do të thotë më pak besueshmëri karshi institucioneve, dhe kjo është gjë rrezikshme për shtetin e Kosovës. Andaj kam thënë dhe ritheksoj se ka qenë shumë e nevojshme dhe nuk është akoma vonë që lideri i vetëvendosjes t'i thirrë gjithë liderët e tjerë rreth së bashku që të bisedojnë për çështjet, do të thoja nuk është, kam thënë nuk është kur gjë kundërkombëtare, jo, është e kundërta, është shumë patriotike që shqiptarët të ulen së bashku dhe të thonë, ok, pikën 1, 2, 3, këtu mund të pajtohemi që do të pa marrë parasysh se kush është në udhëheqje, ta çojmë përpara këto 2-3 pika për shtetësinë e Kosovës. Dhe tani kemi ardhur në një rrethon kur shpërfaqet do të thotë lufta e egër për pushtet,
jo e bazuar në autoritetin e kompetencës, por bazuar në autoritetin e fuqisë tiranike. Por kjo ju mendoni që nesër është e treta e vërteta, tek seanca e radhës, mendoni që do zgjidhet Ngërçi apo do vazhdoj? Tani Ngërçi padyshim që ai do të zgjidhet, sa do të zgjidhet sot, nesër, pas nesër apo kur do, ajo do të jetë e kushtueshme për Kosovën, dhe po megjithatë edhe sikurse të zgjidhet nesër apo sot, nuk është që i jap ndonjë zgjidhje apo nuk është që i jap fuqi shtetit të Kosovës, sepse konsenzusi politik i liderëve partive të Republikës së Kosovës nuk ekziston më. Dhe nuk dihet se çka do të thotë më shumë për ditë më shumë po vihet do të thotë si primare pushteti, i cili normalisht gjitha partitë politike luftojnë për pushtet, por duhet ketë një lloj hierarkie apo rregulle se si të vije deri në një pushtet, do të thotë se çka përfason. Partia e cila është tani në vendosja, e cila është lidere e Republikës së Kosovës, nuk ka plan program, s'ka pas. Do të thotë nuk ka transparenca, është minimale. Reprezentuesit e qeverisë nuk dalin para gazetarëve me fol, apo nuk dalin të japin llogari dhënie. Ata janë aty për duhet të ketë transparencë, për të cilën zotri Kurti ka qenë kritikues më herët. Dhe tani ai po vazhdon në njëjtën rrugë me gjasë dhe shifet qartë se ka mungesë të asaj që quhet kompetencë, autoritet me kompetencë. Dhe mungesa e kompetencës atëherë autoriteti është për të shfaqur në mënyrë tiranike apo vetëm që njeh përse forcën, fuqinë dhe pa marrë parasysh faktin apo argumentin apo logjikën. Zoti Gaxheri nga Kurti 1 te Kurti 2, por me thellë ishte diferenca nga dyshit tek tentativa për treshin, pra kartat morale të Kurtit, a kanë rënë plotësisht, sepse vetëm në ditët e fundit nga hajvanati, pra duke se tani do bëj koalicion me një prej tyre, pra tani 500.000 zemra u harruan, por ndoshta vitin tjetër në zgjedhjet e ardhshme, ky koalicion mund ta dëmtoj akoma dhe më shumë. Pra parimet morale kanë rënë plotësisht tani? Po pikërisht kjo e ka bë leadershipin e Albin Kurtit të zbehet, sepse një lider i cili është i suksesshëm, do të thotë, i suksesshëm gjatë rrugtimit, nuk do të thotë që ai ka një betejë përpara. Po ai do të thotë që ka betejën përpara për ta fituar dhe të vazhduar në betejën e ardhshme, do të thotë gjithmonë. Dhe shfaqja e tij me përmbylljen e votimeve, shfaqja e tij emocionale deri në fyrje të kundërpartijakëve tregon mungesë leadershipi. Një lider i aftë, një fitore të tillë nuk e shef shumë nga perspektiva që të festohet, por e shef vetëm një hap për me arrit qëllimin. Atëherë kur nëse qëllimi është pushteti, sigurisht çdo lider e shpërfaq në mënyrën më emocionale të mundshme, duke humb edhe arsyen, në fakt, duke ofendu edhe pjesën tjetër të popullatës e cila është pjesë përbërëse e shtetit të Republikës së Kosovës. Me këtë rënje të lirë që pritet që të vazhdoj, të paktën nëse do vazhdohet kështu siç projektohet me qeverinë e re, opozita mund të përfitojë, pra, por gjithmonë nëse bëhet bashkë. Po sigurisht, tani tavolina rrëmbullakët është aty. A do të qeverisë Kurti apo opozita, cila do që të bëjnë qeverinë, e kanë të domosdoshme të gravitojnë rreth tavolinës të rrëmbullakët, do të jenë të mvorra njëra prej tjetrës. Me shumë çështje, qoftë emnimi i presidentit të ardhshëm, qoftë miratimi apo votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat na presin neve, qoftë miratimi i buxhetit të shtetit të Kosovës, të cilat janë të gjitha pjesë kruciale për të vazhduar një qeveri dhe ajo që mos të rrëzohet.
Dhe këtë do të thotë mungesa e kapacitetit të leadershipit është fashur tani këtu tek ne në Kosovë, është treguesi më i mirë që lideri apo janë shumë tani lideri jon këtu zotëri Kurti ka vu si qëllim ardhen e tij në fuqi dhe të ketë të gjitha fuqitë institucionale të Republikës së Kosovës, duke shkuar deri tek niveli që të fut duart në sistemin juridik, sistemin e drejtësisë të Republikës së Kosovës. Gjë e cila është rrezikshme për çdo shtet demokratik. Do të thotë, aty është fillimi dhe fillimi i fundit të demokracisë, kur një lider autoritar, mund ta themi, sepse zotëri Kurti është lider autoritar, qoftë në kuptimin e mirë, qoftë në kuptimin e keq. Ky është përfundim, sepse gjithë ata që i ka rreth vetës ne i njohim dhe nuk përfaqësojnë kurrë kompetenca institucionale apo kompetenca profesionale. Do të thotë ka mungesë profesionalizmi të gjitha instancave apo njerëzve të cilët të rrethojnë liderin zotëri Kurti. Dhe tani zotëri Kurti sipas asaj është i detyruar që të ndjek leadershipin me fuqi tiranike, dhe kjo fuqi tiranike rezulton në përpjekjet e tij të vazhdueshme të kapë sistemin e drejtësisë. Në vitin 2019 në një takim me zotrin me senatorin Graham në Amerikë, kishim një debat rreth çështjes apo sistemit juridik dhe rëndësisë së saj, se sa është e veçantë që ajo të jetë e pavarur nga politika, nga ideologjia, nga feja, që të mos ketë ndikim nga këto. Dhe momentet kur sistemi juridik atakohet qoftë nga influenca religioze, qoftë nga influenca politike apo të tjera, aty është fillimi i dukshëm i rënies së demokracisë në atë vend. Dhe me gjitha gjasat do të kemi vazhdueshmëri të zotërit Kurtit që të fut duart në sistemin juridik, i cili është do të jetë rrezikshmëri e lartë për demokracinë e Republikës së Kosovës. Zoti Gaxheri, pushteti mundet që normalisht duke pasur mundet të gabosh, të bësh pis, por opozitës a i lejohet që të bëhet pis edhe duke mos pas gjë në dorë? Me këtë duat marr shembullin, duat më thoni, më komentoni atë që është diskutuar në media në rastin e kreut të AKs, Ramush Haradinaj, i cili më duket në mos gaboj, ka përfshirë në grupin e tij një deputet e listës serbe, apo gabohem? Mund të jetë edhe ajo, megjithëse zotri Bolla, reprezentues e listës serbe, janë pjesë kushtetuese e Republikës së Kosovës. Mungesa e respektimit të këtij fakti nuk e bën njeriu patriot, e bën të kundërt. Nëse njeriu nuk din me respektu kushtetutën e Republikës vet, ai nuk është patriot. Dhe patriotizmi nuk është më koha që të shfaqet vetëm në ambiente të muzikës. Do thotë, të jesh patriot duhet ta respektosh kushtetutën dhe ligjet që rrjedhin në respekt të kushtetutës. Ligjet të cilat rrjedhin duke në kundërshti të kushtetutës, qytetari e ka obligim të kundërshtojë ato ligje. Jo të i respektoj. Do të thotë kushtetuta është akti më i lartë i shtetit ton, i cili është i lidhur ngushtë me qytetarin dhe jetën e qytetarit. Është garantues i të mirës për qytetarin e Republikës së Kosovës. Dhe ne duhet ta thrasë çdo qytetar të jetë i informuar se çfarë thotë kushtetuta për qytetarin e Kosovës. Por në Mosgaboj është një emër që është akuar në media si Marsh, si Leve Radojčićit. Në Mosgaboj i referohen gjithmonë medias. Po, zotëri Bolla. Gjithsesi, tani unë i shoh sa në pak kam pas rastin edhe mi pa llojet e debateve që zhvillohen dhe këndvështrimin cilin njerëz të e përdorin. Unë nuk mundohem të distancoj veten nga këto debate apo këto
muhabete intriguse, me intriga që folet ai është kështu, hadesa e ka marrë nga lista serbe, ai nuk është patriot apo është patriot. Unë do të them se ata janë kompetencë kushtetuese dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë kundër saj. Në fakt vlerën e listës serbe e ka rritë Partia e Vetëvendosjes. Ne kemi pas diskutim këtu se a duhet akuzu gjithë lista serbe si pjesë e aktit terrorist Banskës. Dhe pikpyetja është pse nuk janë akuzu gjithë tjerë. Dhe shkojmë bëjmë një krahasim me lëvizjen vetëvendosje para se të vijë në pushtet dhe kush është akuzu për akte terroriste nga lëvizja vetëvendosje dhe pse jo gjithë reprezentues e nalt të lëvizjes vendosje nuk janë akuzuar si organizatë terroriste. Dhe tani nëse lëvizja vetëvendosje e quan listën serbe komplet terroriste, atëherë thot njëjti kriter mbahet edhe për këta. Për atë arsye unë mendoj se nuk duhet të bimë ne tani të humbim kohë rreth kësaj, se kjo është vetëm humbje kohë, sa aty u kriju një precedent në sistemin juridik, do thotë janë amnistuar njerëz, është akuzuar dikush në kohën e lëvizjes vendosje për akte terroriste dhe tani njëjti precedent, njëjti kriter është vu edhe për listën serbe dhe që të dy partin qytetarë të Kosovës. Përderisa janë dy partë qytetarë të Kosovës, kushtetuta na tregon se sistemi juridik apo gjykatësat, e prokurorët, e policia, gjithë institucionet përbërëse nuk e kanë drejtën apo kompetencën që të bëjnë dallime mes qytetarëve pa marrë parasysh gjinisë apo etnisë tyre e tjera kështu me radhë. Zoti Gaxheri, çfarë ndodh në aspektin e sigurisë? Pak ditë më parë kishim disa arrestime në disa qytete, disa prej të arrestuarve gjykata i liroi, pra duke ndryshuar masë sigurisë, pati akuza nga pushteti, u folë se mund të ishin disa oficerë të lartë pra të spionazhit serb që u futun të kamufluar si pelegrin, por si është situata e sigurisë edhe a mund të përfitojë ndoshta Serbia për ndoshta një banjë të dytë në këtë situatë brisht politike në Kosovë? Pyetja jote është tregues për ata për të cilët mirën me sigurinë që do thotë unë tham shpesh pyetja është informacion dhe gjithë kjo që ju thuani zotri Balla i kushton do thotë ngecja e krijimit të institucioneve dhe avancimi apo ngritja e kredibilitetit të institucioneve karshit qytetarëve nuk është vetëm ngecje e brendshme, por reflekton edhe jashtë. Miqt nuk kanë mundësi të bashkëpunojnë me ty, sepse s'ke kriju shtyllën përbërëse të shtetit dhe armisht e mirëpresin. Dashaketësit e mirëpresin këtë. Dhe pyetja jote nuk ka nevojë shumë laborim, është vetë pyetja jote është treguesi i qartë, e cila është krijon një hapësinë ekstra që jo vetëm serbët të manovrojnë, por edhe nga shtetet e tjera. Ne kemi folur edhe herë tjetër, por në këtë rast më lejoni ta sjell duke qenë se kishim një njohje të re për Kosovën nga Sudani, që erdhi menjëherë pas vizitës së Osmanit, pra gjatë kohës që presidentja ishte në Turqi, ndërkohë që u fol edhe për njohje nga Siria. Tani mund të mbështetemi si garanci sigurie prap tek ajo që kemi diskutuar tek Turqia? Po gjithmonë zotri Balla, Turqin e kemi mikë. Nuk është që e kemi armik. Nuk është që është mes mikut e armikut. Ne e kemi mik deshtëm apo s'deshtëm, e kemi mik përderisa na përputhen interesat. Edhe Turqia është interesuar me të rritë ndikimin e saj në këto troje këtu. Dhe tani kjo e hena kalume, e kam thonë, me 4 prill, është interesuar të rritë, a mund të arrijë qëllimin dhe nivelin të cilin e përcakton Turqia, unë jam skeptik, sepse evropianët kanë ndikim këtu më të madh se sa Turqia. Dhe niveli është largimi total i evropianëve i pjesës tjetër edhe marrja dorë komplete e Turqisë, apo? Jo, ajo nuk besoj që do të arrihet. Unë jam skeptik. Do të thotë qëllimi i Turqisë. Po sigurisht.
sigurisht Turqia do të kishte njëjtën qëllim edhe në lindjet mesme. Dhe Turqia është një fuqi tani kredibile në sistemin ndërkombëtar, e cila nuk është ekzistenca e kredibilitetit saj në sistemin ndërkombëtar nuk rrjedh në kohën në 3 mujoshin, 2-3 vjeçarin, 4 vjeçarin, 5 vjeçarin e tanishëm. Ata kanë pas fatin që në kohën e luftës dytë botërore të luajnë rolin më të mëshëm që një shtet mund ta kishte luajtur, që të jenë neutral, të paprekshëm dhe të padëmtueshëm gjatë luftës dytë botërore. Dhe aty e kanë pas startin, ka shit gjitha shteteve tjera më të mirë. Dhe gjithashtu tani ne mund të shohim është koha e pikpyetjes së sistemit ndërkombëtar dhe fuqitë shtetërore të ndryshme dojnë me tregu vendin, dojnë me tregu veten se ku në hierarkinë e ardhshme apo piramidën e ardhshme të hierarkisë se ku do ta vendosin veten. Dhe tani mund ta shohim ne pak Turqinë dhe shumë njerëz bëjnë çudi se ka fuqizuar Turqia në kohën e fundit. Turqia fuqinë ka pas shumë më herët, por sigurisht karshi Amerikës apo karshi Rusisë nuk e ka akoma atë kapacitet sepse jemi në kohën e asaj fuqisë nukleare. Dhe kam thënë dhe përsëris, lufta e tretë botërore është sheja e parë, është hudhja e një bombe nukleare. Ajo është fillimi i luftës tretë botërore. To tjerat janë gjithatë menaxhueshme. Janë luftat të cilat janë të menaxhueshme, si ajo në lindjet mesme si kjo në Ukrainë, gjitha janë mbrana kornizës të shkollës së realizmit dhe nuk ka alo sheja të një udhëheci psikopat. Teme tani jo. Por Trumpi nëpërmjet Rubios paralajmëroi që mund tërhiqet nga ndërmjetësimi për marrëveshjen e paqes. Ky është një kërcënim apo ndërkohë që ankrau tjetër ka dhënë shenja premisa që mund të jetë një marrëveshje tregtare me Kinën? Zotri Trump do thotë lun rolin për të tërhequr vëmendjen nga të gjithë liderët e tjerë që ata të shkojnë të negociojnë me zotrin Trump për marrëveshje apo si të shkojë situata në sistemin ndërkombëtar. Do të thotë ne tani ta kuptojmë se në çfarë sistemi jemi. Jemi në sistem multilateral, në sistem multipolar, jo multilateral, multipolar, që do të thotë shumë fuqi në sistemin internacional po tregohen se unë jam më i fuqishëm, që do të thotë organizatat ndërkombëtare, kompetenca e tyre apo autoriteti i tyre është në zvogëlim e sipër. Që do të thotë Kombet e Bashkuara si institucion ndërkombëtar nuk ka vlerë. Jemi në kohën e realizmit, do të thotë. Ktu është i forti e vëligjin. Dhe të fortin nuk mund ta gjykojë tjetri. Për shembull, nuk mund ta gjykojë Rusin ndikush pse u fute në Ukrainë, nuk ka fuqi më të madhe. Tani shtetet sipas realizmit funksionojnë dhe Amerika nuk e ka problem Tajvanin. Tajvanin atje në Azi nuk është problem. Ajo flitet për Tajvanin, por nuk është problem. Amerika ka problem Kinën të jetë fuqi regionale. Atë së dëm, se nuk për Tajvan, për shembull Arabia Saudite, Amerikanët mund ta krijojnë për çdo muaj nga një Tajvan. Por nuk është Tajvani problemi se si shifet në media, problemi është pikërisht loja e realizmit kur Amerikanët nuk e dojnë Kinën të aty. Tani, mas këtyre tarifave, luftës ekonomike me Kinën, hapen dyrë për a kemi ndonjë do të hapësinë ku mund të bashkëveprojmë. Do thotë, edhe tani ajo hapësinë krijohet. Dhe këta do të negociojnë. Unë nuk pres që Trump do të pajtohet me marrëveshje tregtare me Kinën.
me Kinën. Nuk besoj, veç nëse arrihet të thot kërkesat e plota të Trump, të cilat i ka pa dallim të gjitha, nëse arrihen, po për ndryshe Trump nuk do të respektoj marrëveshje. Në Ukrainë kam thënë pjesë përbërëse kryesore e problemit, siç është Rusia, është edhe Zelenski. Zelenski ka bërë një gabim të kushtueshëm të vendit të vet, i cili në emën të asaj të quajtur patriotizëm e shkatroi vendin duke dashur me marr anë. Do të thotë nuk e ka pas gjendjen në gjeografinë as fuqinë shtetërore që të kaloj në anë. Do të thotë ai do të duhet të luante rolin e neutralitetit. Sipas neutralitetit i cili është i përcaktuar në rregullorën ndërkombëtare. Dhe as po ju ndërpreva ndjes. Ju s'ka gjë, vazhdo. Faleminderit. Plani me ndarjen e 3 pjesë të Ukrainës, si ju duket? Lësh tek që nga njëra pjesë të shkosh te tjetra nesër pas nesër, pra e ngrin konfliktin? Tani problem i sigurisë internacionale është Ukraina. Për ditë më shumë. Domethënë pe fillimit thuhet lufta e Ukrainës, tani për ditë më shumë e kemi se sa është pikpyetja se sa Rusi është fajtor. Sepse jemi në kohën kur i forti vepron. Dhe për ditë më shumë do të shohim një heshtje dhe për gjatë me arrit një anpushim apo një marrëveshje paqe duke mos e akuzuar më Rusin. Dhe kjo është shumë normale, sepse pa dashme përjashtu se Rusia, gabimi rus është që ka hinë integritet territorial të një shtetit tjetër, sigurisht e ka fajin, por po as faj ka dhe Zelenski, i cili ka vepru në ndikimin e do liderëve të cilët nuk e kanë ndjenjen e dashurisë apo dhimbjes karshi Ukrainës, sikurse e kanë qytetarët e Ukrainës. Megjithatë, ato do të arrihet një marrëveshje, marrëveshja do të arrihet, Putin e ka bërë qartë gjatë fillimit të konfliktit atje, se nuk është problem më Ukraina, problem janë shtetet të cilat në mënyrë indirekte dhe direkte janë përfshira në luftë dhe të cilat kjo shpërfaq rrezikshmërinë ekzistenciale të Rusisë. Do të thonë Rusi ka frikën e vetë ekzistencës. Nuk është mund ta shtyj kjo frikë që të pushtojë edhe Europën një ditë në shkallë gjerë? Tani Evropa, kjo është rrezikshmëria se Evropa tani do të filloj ka fillu vetëm të rrit kapacitetet ushtarake dhe mos aftësia e liderëve për të ardhur në marrëveshje krijon hapësirë për shkallëzimit në terren. Edhe Rusia kërkojnë ndihmën në rikthye tek Europa, Francës, Britanisë, Gjermanisë për planin e paqes në darjen 3 pjesë. Që të përfshihen dhe këto. Po, dhe këto, po problemi është se nuk e kuptojnë njerëzit se kërkesa e Ukrainës apo Evropës që të ketë siguri për që të respektohet kjo marrëveshje dhe si pjesë e sigurisë të vendosen trupa perëndimor atje, Rusia nuk do e pranon atë. Nuk do e pranon atë. Rusia u fut në luftë pikërisht kundër që mos të ketë trupa perëndimor afër Rusisë. Dhe aty tani ata hapësinë e shef zoti Trump që mund nëse i besohet si garantues në atë pjesë. Por do të thotë e vetmja formë për të arritur marrëveshjen paqe atje është që ajo të arrijë mbi vullnetin e mirë ku trupat perëndimor ushtarak nuk bëjnë pjesë atje. Përndryshe Rusia nuk do të pranojë atë marrëveshje. Se ne këtu mund të themi e ka pretekst, por është percepcioni jon, por
të shkosh në anën ruse, ajo mund edhe të jetë e vërteta, se ata e ndjejnë veten në rrezik ekzistencial. Dhe kjo është problemi kryesor pastaj që këto dy fuqi do të thotë janë të ngrehen për nga njëra tjetra që të krijojnë luftë apo konflikt, sepse qëndrojnë afër njëra tjetrës dhe as njëra tjetrën nuk e durojnë që të jetë kapacitet më i lartë të fuqisë reale, e cila është e para kapaciteti ushtarak, e dyta kapaciteti ekonomik, e treta kapaciteti i popullit, qoftë ajo numri i popullit, qoftë ajo shkollimi i popullit e tjera, që është njihet si kapacitet i butë. Këto të dyat janë e para, kapaciteti ushtarak është kapaciteti i fortë i shtetëpërbërjes së Rusisë për shembull, dhe tani ka filluar dhe Evropa që të veprojë sipas shkollës së realizmit, do të thotë nga ajo që kanë qenë liberal, neoliberal, tani sistemi ndërkombëtar ja u ka imponuar atyre që ata të funksionojnë sipas realizmit, dhe sipas realizmit do të thotë ushtria është fuqia e parë, treguesi i parë i fuqisë së një shteti. Zoti Gaxheri, lejoni të rikthehemi prapë në Ballkan. Për çfarë i duheshe Vučićit një ministër shqiptar? Po tani Vučić përderisa shteti serb vazhdon të shfaqë interes që të jetë pjesë e perëndimit, duhet të jetë tregues se respekton vlerat demokratike. Vlerat demokratike është edhe ajo të qenit larg nacizmit. Që do thotë mos ketë urrëtie etnike. Sepse nëse shkojmë në histori e shohim se Jugosllavia është shtet i cili piknisja e shkatrimit të saj ka qenë pjesët etnike të cilat janë revoltuar. Po ashtu në pranërinë romake, e njëjta gjë, pjesë e shkatrimit të saj ka qenë këto fiset tribale të vogla të cilat kur janë fut brenda territorit apo brenda pranërisë romake, kanë qenë gjithë ato të cilat e kanë shkatruar nga brenda. Dhe EU, Unioni Evropian, do thotë kanë këtë gjë të parasyshme se një perandori edhe shkatrohet nga brenda, kur ajo zgjenohet përtej asaj që mund ta mbulon. Dhe pjesë e kësaj është që mos të jetë pjesë e Evropës, vendet të cilat brenda Evropës mund të krijojnë lufta. Dhe për gjatë kësaj serbët duhet të jenë tregues se respektojnë drejtën e shqiptarëve në Serbi. Nëse ju kujtohet, a jeni aty? A më dëgjoni? Po, unë ju dëgjoj. Po nëse kujtohet zotri Balla, unë edhe media të tjera kam pas rastin për shembull në Kosova dhe me juve i nderuam, kam thonë tani herët se ne nuk u duhet me ra ngrackën e një betejë brenda etnike të Kosovës. Është duhet me shfrytëzu rast me godit Serbin aty ku godet demokracia. Novi Sad, Prešev, në përvende e kam thënë këtë. Ajo tani fillon është fillimi i asaj që kemi pas debat rreth asaj. Do thotë interesat e etnive të vogla, minoriteteve në Serbi do të përdoren për të demokratizuar Serbinë. Nga jashtë sigurisht. Po ne kemi hupat, do thotë ne duhet të kishin qenë lider në atë. Duhet të kishin vepruar në atë drejtim. Edhe nëse jemi tash vonë, ala nuk është fundi, ala mund të veprojmë, të ndihmojmë Serbisë, se duhet me demokratizu Serbinë. Edhe të shfaqim interesat e minoritetet vogla, të cilat i kanë realisht në shtetin e Serbisë. Dhe ata t'ju japim zë atyre. Dhe ta bëjmë Serbinë me vlera të demokracisë.